Përshëndetja ndaj urdhrave të vëllait të madh është një nga rregullat themelore dhe të panegociueshme të kësaj loje. Thirrjet e vëllait të madh bëhen për mbarvajtjen e shtëpisë dhe për sigurinë e kujdesin tuaj. Casey e ka shkelur këtë rregull në mënyrë të përsëritur, duke refuzuar të bindet urdhrave dhe duke ju përgjigjur në mënyrë sfiduese vëllait të madh. Big Brother është një komunitet. Çdo veprim individual ndikon drejt për drejt tek bashkëtesa. Rendi dhe respekti ndaj rregullave. Mosreagimi kolektiv ndaj shkeljeve të rënda i jep hapësirë mosbindjes dhe cënon funksionimin e gjithë shtëpisë. Për këtë arsye, përgjegjësia dhe pasojat janë kolektive. Si pasojë direkte e kësaj shkeljeje, të gjithë banorët duhet të dorëzojnë menjëherë të gjitha cigaret dhe dhoma e gjumit do të mbyllet deri në një njoftim të dytë. Ky vendim shërben si paralajmërim i qartë se çdo shkelje e rregullave, edhe kur kryhet nga një individ i vetëm, prek të gjithë komunitetin dhe do të trajtohet me masa të forta dhe pa përjashtime. Të gjithë që kanë cigare në përgjepa, paketa. Kesin, me hongër tash. Ndryshe është E pare punës njerë, çfarë do të thotë MMV, vëlla, sepse inicialet e MMV-s mua më çojnë tek me nder ju shmuti më i madh në vend. Tani nëse ka në një, ma shkruani se çfarë është MMV. E pare punës. E dytë e punës e kuptoj shumë bukur sepse Big Brotheri për shembull vllai i madh po tregohet shumë i butë me këtë pjesën e këtyre zarfeve. Ky është zarfi i zi, domethënë. Se zarfi i zi dikur me një kokë ka qenë tmerr. Kur vinte zarfi i zi s'ki shaka. Por normale që në mënyrë indirekte kërkojnë të faktorizohet Casey, që i mori cigaret, se cigaret janë pika më e poshtër e njeriut që mund të kaloj në agresivitet. Thënë kjo se e kam kaluar vetë. Unë për një cigare i ka të restorant i lartë, do më thënë e lash fermën, pavarësisht se u futa brenda prap. Më futëm brenda prap. Edhe duke ditur që cigaret janë të domosdoshme për të gjithë ata aty brenda, ka gjetur motivin për thyer rregullave të Caseyt, për t'i marrë cigaret tjerëve, që tjerë tani të kthehen gjithë kundra, ne të na vi keq, se gjuna Casey që u kthye shtëpia kundër, bla bla bla. Ndërkohë këto janë skema që jemi bërë, domethënë është bërë i lexueshëm si vjet biku, nuk ka diçka nju, nuk ka diçka wow. Nuk e di pse është bërë kaq e lexuar. Ja, tash unë kështu e lexoj. Nëse u lexoni ndryshe, mirë, rregull, e pranoj patjetër mendimin tuaj. Por unë po e lexoj ndryshe, unë e lexoj kështu. Pra do të thotë që është shumë i lexueshëm këtë radhë si format me këta personazhe, se edhe këta janë të lexueshëm. Mali thot hajde ikim banjo. Të bëni banjo, hani mut në banjo. Gjeni një strategji tjetër, ikim banjo. Mut ka banjo. S'ka gjë tjetër. Me ndër muhabetit. Kështu që asgjë që pa rëndësi. Më vjen keq për ata zarfat e zinj. Se fundja fare Casey thot kështu, punë e madhe, mos më bën që për këtë herë, bëj prapë për herë tjetër unë. Edhe është e vazhdueshme. Domethënë bie vlera zarfit zi. Deri zarfi zi me gjithë me respektin për shembull, po zarf të zi ka pas në njëshin dhe të dyshi. Kur vjen zarfi i ditë e njëshit të dyshi, çfarë thua ti vëlla? Na mi bësh. Shtote shurra pik.